Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të Top Tech me mua Mateo Kadrion. Sot kemi tema shumë interesante për të folur, si për shembull gjyshi që merr në telefon me syzet dhe një aplikacion që kanë shumë qef Gen Z. Pra, mos u mbasim fare kohë dhe të nisim direkt me temën e parë. Teknologjia ka arritur në atë pikë ku dhe gjyshi mund të marrë në telefon nëpërmjet syzeve. E mbase së shpejti do të telefonoj dhe nga këpuca. Po, Meta njerëz sapo ka prezantuar pajisjet më të reja teknologjike në Connect 2025. Dhe këtë herë nuk bëhet fjalë për atë metaversin që nuk e ka qef asnjëri, por për disa produkte që mund t'i mbash në fytyrë. Ray-Ban Meta u prezantuar gjenerata e dytë dhe kushton $379. Ka 2 fish më shumë bateri, pra tani mban deri në 8 orë dhe filmon në 3K Ultra HD. Po, mund të bërë story me syzet, edhe pse me baterin nuk e përxhiruar dot asnjë dasëm shqiptare. Risia quhet Conversation Focus. Nëse je në klub e s'të dëgjohet as zëri yt, syzet fokusohen tek personi që flet me ty. Pra, kjo është teknologjia që na shpëton nga ato marrëdhëniet, ç'a the? Por kryefjala ishte Meta Ray-Ban Display. Këto syze kanë një ekran direkt tek xhami i djathtë, ku shfaqen mesazhe, njoftime apo Google Maps. Dhe bashkë me to vjen Meta Neural Band, një bëzëlyk që lexon sinjalet elektrike nga dora jote. Praktikisht, ti mund të përgjigjesh në WhatsApp duke bërë sikur po shkruan në ajër. Çmimi $799, ose ndryshe, syze dhe bëzëlyk që janë më të shtrenjtë se vetë telefoni yt. Natyrisht prezantimi nuk shkoi perfekt. Mark Zuckerberg provoi një demo me një kuzhinier për të gatuar salca koreane. Inteligjenca artificiale e syzeve u hutua. Përsëriste të njëjtën recet gabim me gabim dhe skena u kthye në komedi. Pra, edhe kur ke miliarde dollar në xhep, prap Wi-Fi është problemi numër 1. Hot take: Meta po mundohet të na bindë që ardhmja është smart glasses first dhe telefoni i dyti. Por me këtë çmim e me këto kufizime baterie, duket më shumë si një aksesor cool për të bërë show, jo për të zëvendësuar telefonin tënd. Të paktën jo akoma. Çuna e goca, po flasim për iPhone-at të rinj dhe këtë herë fjala durability nuk është thjesht për marketing, është realitet. iPhone eri po del si telefoni më i fortë që Apple ka prodhuar ndonjëherë. Njerëzit po e hedhin, po e përplasin, madje njëri e shtypi dhe me një kamion dhe po, xhami para dhe pas, normal që do thyet, po u shkel me një kamion. Por ishte prap funksional. Ky është momenti kur ne themi, ky nuk është telefon, është tank. Nga ana tjetër, iPhone 17 Pro-ja dhe Pro Maxi kanë një dobësi të vogël, kamerën. Gunga e kamerës gërvishtet shumë lehtë. Ironia, telefoni reziston një rënje nga kati i tretë dhe një monedhë në xhep i bën cheese. Pjesa tjetër e trupit është jashtëzakonisht e fortë. Fal Ceramic Shield 2-shit, që e kanë të gjithë modelet e reja. Sa për ngjyrat, portokallia është më e diskutuar se vetë telefoni. Disa urejnë, Apple thotë që është sold out. Disa po thonë madje që portokallia është e zeza e re. Por unë mendoj se kjo është diçka shumë e çuditshme që ta thuash. Ndërkohë, ka dalë iOS 26 me dizajnin e ri Liquid Glass. Shumë njerëz e kanë shkarkuar, disa dhe pa dashje nga automatic updates, dhe rezultati, telefoni ju duket sikur po merr pjesë në sportet olimpike. Nxehet më shumë dhe bateria bie më shpejt. Por mos u tremb. Kjo ndodh vetëm në javën e parë, sepse sistemi po optimizohet në prapasken. Pas një jave, çdo gjë normalizohet. Pra, ka pozitivet dhe negativet. Me update-in merr funksione të reja, animacione më smooth, pamje më fresh, por ke pak probleme me baterinë. Unë personalisht nuk e shoh si problem se në fund të ditës nuk kemi pse të bëjmë gara me baterinë. Por po, për ata që po ndjekin emisionin tim, është një sakrificë. E di çfarë ndodhi të javë? Sulm kibernetik. Europa nuk pati ato vonesat e zakonshme të avionëve për shkak të motit, por për shkak të një cyber attack. Po flasim për Heathrow në Londër, Bruxelles e Berlin, ku qindra fluturime u vunuan pasi sistemi check-init nuk po punonte. Linjat ajrore u kthyen në check-inin manual me letra e lapsa si në vitet 90. Po mi tani unë paguaj €500 për bilet dhe prapë emrin të ta shkruajnë me stirë laps. Se di domethënë. Sipas Flight Radar 24-s, vetëm në Heathrow pati mbi 130 fluturime të vonuara, të dielën para dite, dhe 10 ishin të anulluara plotësisht. Aeroportet i këshilluan udhëtarët të shkojnë 3 orë më herët për fluturime të gjata. Për ne shqiptarët kjo nuk është fare problem se ne shkojmë 5 orë para.
ku i dihet ç'a ndodh në autostradë. Por nuk mbaroi me kaq. Jaguar Land Rover njoftoi një tjetër sulm kibernetik, këtë herë në fabrikat e tyre. Sistemet u bllokuan, linjat e prodhimit u ndalën dhe siç duket, u vodhën të dhënat të papërcaktuara. Mund të jenë të punonjësve, mund të jenë dhe të klientëve. Pra nëse ke porositur një Range Rover të ri dhe nuk po vjen, nuk është faji i doganës kësaj radhe. Pyetja është, kush është më i rrezikuar? Check-in i aeroportit apo Range Rover i ri që nuk ka dalë akoma nga fabrika? E dini që Nvidia po bën lëvizje të mëdha në Britani. CEO-ja Jensen Huang zbarkoi në Londër me një premtim prej 2 miliard poundësh për të fuqizuar startupet e inteligjencës artificiale. Një nga përfituesit kryesor pritet të jetë Wave, një startup britanik që merret me makina autonome. Nvidia ka firmosur një letër marrëveshje për të investuar $500 milion në raundin e ardhshëm të financimit të Wave. Wave është interesant sepse ndryshe nga sistemet e tjera të makinave autonome, nuk përdor harta me kualitet të lartë. Software i tyre bazohet vetëm tek të dhënat. Makina mëson vetë si një nxënës që bën testin e praktikës. Me kamerat dhe radarët ekzistues, sistemi merr informacion në kohë reale dhe vendos vetë si të ngas makinën. Pra nuk ke nevojë për GPS që të tregon çdo kthes. Nga ana tjetër, Tesla ka hapur zyrtarisht shërbimin robotaksi në Kaliforni dhe shumë shpejt dhe në Nevada. Pra në Amerikë mund thrasësh një taksi që nuk ka shofer, që të hap derën dhe bagazhin, të përshëndet, ndoshta edhe të mbulon kur të zë gjumi. Kurse këtu te ne, ti i fishkollen, ja bë me duar taksisit dhe prap bën sikur nuk të dëgjon. Uber po provon përsëri drone deliveries. Po, një lloj si në filmat futuristik, por këtë herë jo për aksesoret high-tech, por për pica dhe hamburgerat që porosit ti. Kompania ka bërë partneritet me startupin e Izraelit Flytrex, i cili ka mbi 200.000 shpërndarje me dron vetëm në Amerikë. Testet do të nisin në disa qytete amerikane deri në fund të këtij viti. Dhe Uber ka bërë dhe një investim të vogël tek Flytrex. Ky rikthim nuk është rastësor. Uber prej kohësh po rikthehet tek teknologjitë që dikur zhvillonte vet, si për shembull makinat vetë drejtuese. Në fakt, Uber pati testuar drone delivery që në vitin 2019, por e ndali për shkak të rregullave të forta dhe më vonë ja shiti departamentin kompanisë Joby. Tani, me ligje pak më të hapura për dronët dhe me kompani si Zipline që po shpërndajnë pako çdo ditë, Uber ka vendosur t'i jap dhe një shans. Në teori tingëllon fantastike, porosit një hamburger dhe pas pak gjon një bzz të lartë dhe ushqimi të zbret nga qielli. Praktikisht te ne në Shqipëri kjo do ishte komplet ndryshe. Ti porosit suflaqen dhe droni ngec në telat e lagjes. Gjithsesi për Uberin kjo është një lëvizje serioze. Nëse funksionon në Amerikë, nuk është larg dita kur do shohim qiellin e mbushur me drona që shpërndajnë më shumë ushqim se zogjt. E dini që aplikacioni më hot për Gen Z nuk është TikToku, as Instagrami, as Snapchati. Është AirBuds, një rrjet social që po shpërthen mes të rinjve dhe që nuk është as nga Meta, as nga Apple. AirBuds është një aplikacion nga San Francisco që lejon përdoruesit të shprehen përmes muzikës. Ideja është e thjeshtë, një widget në telefon që tregon çfarë po dëgjon ti dhe çfarë po dëgjojnë shokët e tu në kohë reale. Dhe nuk është thjesht po dëgjoj këtë këngë. Mund të reagosh me emoji, stickers apo dhe me një selfie. Mund bisedosh me miq në chat dhe ka dhe një ghost mode, kur do të dëgjosh muzikë pa u bërë publik. Si për shembull kur do të dëgjosh Rafaja prej Fiku, Sherazi, dhe s'do ta marrë vesh askush. Do thoni ju po sa i famshëm është ky aplikacion o Mateo. AirBuds ka mbi 15 milion shkarkime dhe 5 milion përdorues aktiv në muaj, prej të cilëve 1.5 milion e hapin aplikacionin çdo ditë. Investitorët po e marrin shumë seriozisht këtë aplikacion. Kompania në total ka marrë mbi $10 milion në financime. Pse ka funksionuar? Sepse është e thjeshtë. Spotify dhe Apple Music kanë provuar prej vitesh të bëjnë diçka sociale, por AirBuds ka kapur pikërisht pjesën e identitetit dhe vetë shprehjes. Dhe për Gen Z, duket që ky është kombinimi perfekt. Më në fund, një lajm që do t'i bëj të lumtur ata që nuk doan të paguajnë për Spotify Premium. Pas prezantimit të lossless streaming për abonentët me pagesë, Spotify po sjell një përmirësim dhe për përdoruesit falas. Tani mund zgjedhin dhe të luajnë çdo këngë që duan, jo vetëm me shuffle me disa skipe të kufizuara. Kjo vjen përmes 3 opsioneve të reja: Pick and Play, Search and Play dhe Share and Play. Me Pick and Play thjesht zgjedh këngën dhe e luan. Me Search and Play kërkon një këngë specifike dhe e dëgjon direkt. Ndërsa Share and Play lidhet me rrjetet sociale. Për shembull, kur sheh një këngë të ndarë në story të Instagramit, mund ta hapësh direkt në Spotify me një klikim. Por, ka një por.
Përdoruesit falas do të kenë një kufi të ashtu quajtur on demand time çdo ditë. Pra mund të zgjedhësh këngët që do, por pasi kalon limitin, kthehesh te sistemi vjetër me skipet e kufizuara. Spotify nuk ka treguar ende sa është ky limit, por premium do të mbetet pa këto kufizime. Arsyeja pse ndodh kjo është e thjeshtë: reklamat. Spotify ka mbi 696 milion përdorues aktiv, prej të cilëve 433 milion janë falas. Dhe kompania po përpiqet të rrisë të ardhurat nga reklamat. Sa më shumë të rinj njerëzit në aplikacion, aq më shumë shanse për klikime dhe të ardhura. Në fund të ditës, përdoruesit falas marrin një përvojë shumë më të afërt me premium, por me reklama dhe me kufirin e kohës. Mjafton për dëgjuar këngët e preferuara dhe për treguar shokëve që po, edhe un kam Spotify, nuk është nevoja të jap në YouTube. Edhe pse, ta themi troç, tek ne shumë veta e kanë Spotify-n falas thjesht për playliste. Dhe për pjesën tjetër, përdorin YouTube-in në televizor me zërin maksimum dhe ta gjejë gjithë lagja. Ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do dëgjojmë herën tjetër me disa tema shumë interesante. Mirupafshim.